7 plazhet në Shqipëri, ku mund të gjeni një det kristalor, të rrethuar me natyrë majgjepsëse dhe që nuk janë të mbingarkuar me pushues. Portali italian i specializuar për udhëtime si Viaggja ka përpiluar një listë për lexuesit e vet, duke ju treguar atyre xhevahiret e vërtet të fshehura. Plazhi i Gjipes, një kanjon që hapet në det, e plazhi i Livadit, i qetë në veri, ku heshtja takon detin. Plazhi i Akuariumit, një plazh që duket si piktur, ku uji është më i pastër se xhami. Plazhi i Pasqyrave, rër që reflekton dritën si pasqyrë, një perlë me sarandës dhe ksamilit. Plazhi i Shën Andreut, natyrë e paprekur në zemër të Karaburunit i qetë i mbrojtur i rrallë. E plazhi i Borshit, një ndërhyrje midis një mjedisi tipik mesdhetar me ullishte dhe bimësi dhe rër, shkëmbi dhe një det me ngjyrën e safirëve. Plazhi i Krorëzës, vetëm me varg, ujë i thellë, rër e ardhë dhe zero ndërtime. Nëse do det të pastër, qetësi, natyrë dhe aventurë, e ke gjetur vendin. Shko në Shqipëri. E në rast se keni vizituar ndonjëra nga këto plazhe, ndani përvojën tuaj në hapësirën për komente.